Kur të marim abdes të është Ramazan, ose me hiç mund, ujë mos me shtinë dhe në hiç mos me pasru gojë, nuk banë. Edhe pse shumë polemik ka qka me pasru gojën edhe hundën, a sunet a vajib, të një me them o sunet e të një tjetër o vajib, a si do qoftë. Pse ti nuk e la hundën? Se kur ta laj hundën, mundet me më shku një pikë, ka ki të amani hundën, të pim hajna një. E pse me një pikë ujë ti ki mu knasha. Por një pikë ujë, kur dush vaka, për një ka 5 pika, kur qanë. Hiq, veqa rejnë nuk thin edhe hiq. Do me thonë mund, kur pash abdes, pa tjetër me pasro hundën dhe pa tjetër me lojt dojën. E tash me, jo me qëllim që, për ta lojt dojën, vete e parë me një 200 ml shkim të bosh. Nëse e ki kitë një jetë, në Ramazan nëse e ki të banë. Ama unë e kam jetë me pasruj dojën, do me thonë se një riu, ke amë si fi, i ke lojt dhamë, si ke lojt dhamë, dhe tash mund është me një vetën si të papastër, ose era, kreqe, të veti, e pasur në dojnë dhe e pasur në mundë të pasatës. Nuk prish mu se nuk ka mundësi edhe me shku të qka pa qëllim, nuk prishë të Ramazan.